është e pa kuptim pse ata me kërku në që një rezolut të diskutohet në fund të seancës, e jo në fillim që këtu gjera se 27 vite dihin mo. Dhe janë shterë si debate. Te procedurat, vishë qëndrojme edhe pak të ekspozitat. A e ndjeni vetën hisedar në financimin e kësa ekspozitit, u marë parasysh që keni përfaqësim në kryesi? Kuvendi Kosovës e dihet shumë mirë që kryesia këtë rast e ka mbështet, kanë qenë edhe antarët e partive të tjera, dhe sigurisht që ne nuk kemi pasur informacione, qysh kanë pas informacione kryetari i kuvendit, dhe qysh kanë pas informacione të tjera. Se ka mujtë me qenë Albulena Gjiu ma informu me se Vlora Qtaku? Sigurisht që ata e kanë pas të informu se na kena po edhe ndërlidhjen edhe të këshilltarës se saj, që ka po të njëtës organizat, dhe u po në për mediat të ndryshme që ka marrë edhe mbështetje financiare, që kjo në ashtë në ndryshimet e tjera, që realisht ju vetëm që e kanë posë ekspozit, por edhe kanë këshpërdor edhe budgetin e Kosovës dhe ka posë edhe konflikte e interesit, drejt për drejt. Po përveçtisht të sërbe kanë votu me financim që të ekspozit? Ne, në parim, sigurisht që ne jemi për me rikujtu gjdo masakër që me generatat e reja të rikujtojmë. Po, që shkurët me shpërdorën përfaqësusja juve në kryesi, pa e ditë që ka ka në një projekt që financot me paret shtetit? Zakonisht, pyte shumë e vend. Zakonisht, kur mbështetet një projekt i caktuar, mbështetet me frymen që dihet, dhe më thonë bëtërisht, dihen, dhe më thonë, masakrat, dihen numri i sakt, kemi ngritur rezoluta në kuvend që është aja rezolutës kundër gjenocidit serb në Republikën e Kosovës, ku kam qenë pjesë edhe po ati grupit edhe une si deputet, dhe kanë qenë edhe datat edhe numrat e sakt edhe të viktimave, të martirëve, të dëshmorëve. Dhe ne, sigurisht, këtë ras po foli për kryesin, nuk është ditur saktësisht, dhe më thosë se kush do të qëndron prapa ati veprimi për realizimin e një ekspozitit. Sepse ka mund nësë me qenë emri i shkëllë zëngashit, si individ. Sa për informacion, është thënë se kush do tjetë organizator, prej organizatave, Atmovere dhe Integra, kush do të që interesohet, kush bën pjesë në ato organizata, do të mund të dinte me një kërkim thjesht, s'ka pas nevoj për hullumtime aty. Pra, si mund të qohet dora për një projekt, pa e ditë kush, qka po bën, qëfar përmbajtje do të ketë? Kjo absolutisht është sakt, që po thu, sepse me të vërtet është papërgjeshme, pavarësisht kush është në kryesi, se si të ngritë dora për një mbështetje të tillë, sepse funditës i çdo të prezentuat gjithë projekti, me informacionet që kemi ne, sepse, si që dim, ne jemi dhe për komisionet të ndryshme, edhe si deputet nuk jemi të gjithë në kryesinë e kuvendit, dhe informuhem nga ata, nga nënkryetarët. Po dhe në komisionet që ka do që vjen, analizohet fare. Sigurisht që tu ka qenë vetëm organizata Integra. Pastaj kanë pas ndryshime me informacionet që kemi deri tani, po do t'ja lojmë edhe prokurisë që këtu tash me të zhvillojnë hetimet e tyre dhe me të vërtetë zbulohet edhe e vërteta. Por nuk është çështja vetëm të financimit, sepse këtu mund të mashtruhen vazhdimisht institucionet e Kosovës dhe ndoshta kjo duhet të jetë edhe një mësim për institucionet e Kosovës, ka shlet të mashtrohet kuvendi, atëherë si kena punë bashkë mirë. Absolutisht, pajtoj, prandaj duhet të kemi një përkushtim të theksuar në këtë pjesë, që ketë edhe grupe punuse, dhe sigurisht që këtë vjen një propozimi caktun të jetë i hollësishëm, i diskutueshëm, dhe pastaj me të vërtetë marrë